Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë sapo dola tani nga puna, si ditë e inti që është, edhe tani po iki në shtëpi tek bebushat e mi dhe tek Ivi. Mezi po presja në fakt sot shumë ditë e gjatë dhe lozhme, por po kemi dhe nesër, pastaj mbarojmë. Javën tjetër nuk kam punë sepse javën tjetër fillon universiteti më në fund. Kam shumë emocione gjatë ku po shkoj për herë të parë, por dhe është më ndryshe sepse kam shumë siguri tek vetja edhe e di që çdo gjë do shkojë mirë. Kështu që po tani do ikim vrap tek shtëpia. Un kam një 30 minuta rrugë me makinë. Kam vetëm pothuajse autostradë kam sa dal këtu tek rruga, pastaj jam okay. Edhe besoj se do shkoj shpejt, por po, këtë javë do ndodhin shumë gjëra të lezetshme, plus do merrem dhe të blej këto gjërat e shkollës si më duhen, edhe kështu jam entuziaste, por do jetë shumë e lodhshme, do jetë shumë e lodhshme sepse përveç shkuarjes atje, do të thënë që do të jem prezente, do të kemi dhe shumë webinare nga shtëpia, do të jetë shumë e ngarkuar, me thënë drejtën shumë, por që do t'ja dalim, si çdo gjë tjetër. Po dalim ne, po shkojmë në Bremen, sa po tunet kjo, po shkojmë në Bremen edhe plani nuk ishte, po Kalvin merë shpejt. Kalvin do të shkojmë tek Pizza Hut, por nuk do shkojmë atje, do shkojmë në një pizzeri tjetër, se do shkojmë Bremen, se thash 100 herë këtë, sepse ka Ivi punë edhe unë do bëjtë mbledhjen aty të punës në kafe atje, ku do ulemi. Mit diesem großen Karton? Leute, lasst uns das Ding öffnen. Die sind langweilig. Lasst uns endlich mit dem Baum. Nein. Drit. Përshëndetje nga kjo pjesë e videos, do t'ju tregoj sot një super produkt, nuk është super i veçantë dhe për faktin që ky është një nga produktet që ne do të kemi për një nga ëndrat tona në të ardhmen. Bëhet fjalë për një aspirator kuzhine, nga ata që mbahen tek pjesa për të thithur ajrin, normalisht edhe avujt edhe aromat e pakëndshme, por ky nuk është i zakonshëm si ky që kemi ne apo si këta të zakonshme që jemi mësuar. Ky është, mund ta quaj unë, inteligjent, kështu që do ja u tregoj, shumë i bukur, edhe vezi pres ta montojmë atje ku duhet montuar. Gjithë këto janë gjërat që ka brenda. Normalisht kjo do vendoset në momentin që ne do ta vendosim në kuzhinë, pra do ta montojmë në kuzhinë. Edhe kjo gjithashtu është pjesë e kësaj, edhe kjo është gjithashtu pjesë e kësaj për të montuar. Këto pjesët anësore që nuk do i hap edhe këto sepse do e kemi në momentin që do ta montojmë. Komponent është projektuar për të parandaluar rrjedhjen e avujve të vajit për shkak të rrymës anësore të shkaktuara nga skuqja apo lëvizja. Çdo gjë tjetër këtu që është për montim, sigurisht e manuali i përdorimit edhe i montimit. Kemi këtë gjën e bukur. Ka gjigande, është shumë e madhe. Do ta nxjerr jashtë tani këtë që t'ja u tregoj dhe do mundohem dhe që ta vendos në prizë që ju ta shihni realisht se çfarë jam duke thënë edhe për çfarë ju them që ky është kaq i mirë. Siç e shihni këtu janë edhe funksionet që ka. Kjo është marka që e keni këtu. E gjeni në Amazon për gjitha linqet do t'ja u jap unë. Kështu do keti gjithi, është shumë i madh, siç e shihni dhe ju, është gjigant, por është me të vërtet shumë i bukur dhe unë mezi po pres si ta kemi këtë në kuzhinë. Tani unë e vendosa në punë, siç e shihni këtu është 000, ndizet. Shihni me kujdes këtë këtu që lexon PM 2.5, por kjo këtu është shumë e rëndësishme. Pra kjo vlera që shfaqen aty, PM 2.5, do të thotë grimca të imtapluri më të vogla se 2.5 mikrometra. Dhe këto grimca krijohen për shembull gjatë gatimit me tymë, ndyr, avuj apo nga ndojtja e ajrit, dhe për shkak se janë shumë të vogla, mund të hyjnë thellë në mushkëri dhe janë të dëmshme për shëndetin. Dhe ky aspirator me këtë lloj sensori, madhësinë e ajrit në kuzhinë koreale shfaq në ekran vlerën aktuale të PM 2.5-s në varësi të ndotjes dhe përshtatet automatikisht fuqinë pra në varësi të ndotjes për të pastruar ajrin sa më shpejt. Dhe kështu vetëm që jo largohen këto avujt e gatimit, por përmirësohet dhe cilësia e ajrit.
Është diçka shumë interesante që mua me thënë drejtën pëlqen shumë. Kjo e vendos vetë se sa do ta bëj intensitetin e thithjes së ajrit në varësi të ajrit, sepse normalisht me këtë sistem inteligjent që unë ju thash arrin që ta dalloj. Më lejoni gjithashtu t'ju tregoj sepse mund ta dëgjoni këtë sa pak zhurmë që bën. Pra, e keni parasysh kur fikim aspiratorin që themi ua na pas ka shurdhuar? Por kur e fikni këtë nuk do ta dalloni fare, sepse ja e kam lënë tani që ju ta dëgjoni edhe nuk bën zhurmë fare. Pra, doti akustike është 0. Tani, kam këtu në dorë një mjet që do të nxjerr tym. Kjo është ekstra për tym, sepse ky ka një tym të jashtëzakonshëm, me thënë të drejtën, lëshon shumë, kush e di, sepse është për këto efektet që mund të bënin dasma, ditëlindje etj, kështu që do të bëj këtë që ju ta shihni dhe nëse kalon këtë provë do të thotë që është perfekt. Njerëz, nuk kam çfarë t'ju them më pastaj. Shihni tani sa mirë që thith. Ekstrem mirë dhe ju thash kjo ka shumë, po shumë tymë. Dhe kështu ndryshon edhe vlera në momentin që ajri është shumë i ndotur. Dhe ajo që unë nuk ju thash që është mega e rëndësishme është fakti që kjo punon edhe me sensor. Pra shihni këtu, po e ndez, dhe kështu mund ta ndizni, mund t'i ulni shpejtësinë, mund t'i ngrini shpejtësinë. Është e fikur, e ndeza. Shumë e rëndësishme është fakti që nuk keni fare filtra për të pastruar. Mjaftoni thjesht të jepni një pastrim thjesht me një becet komplet të kësaj pjesës këtu dhe nuk keni punë fare me filtra. Okej, unë ja u tregova, edhe ja u tregova edhe me atë pajisjen që nxirrte shumë tym dhe siç e pat kur thith atë tym që ai është gjigant, është për këto skenat, kështu që përdoren apo për ditëlindje siç u thash. Imagjinoni këto të tjerat. Pat edhe ndryshimin vetë se si ndryshonte vlera këtu gjatë kohës si thithte dhe bëhej e kuqe në momentin që ishte shumë toksike dhe shumë pis, domethënë shumë i ndotur, edhe ky është shumë nga këta aspiratorët inteligjent, edhe do t'ja u super sugjeroja të gjithë ju që jeni të fiksuar si puna ime me cilësinë e ajrit edhe me nivelin e ndotjes. Kështu që po, ky është super produkt. Të gjitha të dhënat i keni poshtë, nëse kam kod uljesh, uroj që po do t'ja u lë. Ju që jetoni në Berlin mund të shkoni në showroom-et e mëdha që ata bëjnë. Është do ju lë adresën edhe adresën do t'ja u lë poshtë, edhe mund të shkoni atje ti testoni vetë, ti shihni dhe mund të përdorni dhe ulje që mund të gjeni në sajte të ndryshme atje. Është fantastike dhe ku ka më mirë se të shkosh ta shohësh, ta provosh, por gjithsesi unë bëra testimin më të mirë që munda për ju dhe uroj që testimi im t'ju ketë ndihmuar. Faleminderit shumë nga zemra nëse keni kushtuar vëmendje kësaj sekuence dhe po ju lë në vazhdim të vlogut. Faleminderit shumë. Gol! Miki luan futboll dhe bën gol. Miki, hajde bëje gol, baba. Sporti preferuar i Mikit është futboll. Hajde bëje gol. Bëje gol. Hop! Fort. Fort. Sa bukur luan i garan Bebelina. Kjo e babi. S'ka badi dhe i bie poshtë. Gol! Ktheu çik. Ktheu brapa. Hë? Boys, të bësh ti boys, bëj pak boys. Box, bravo, box. Wow. Një kuptova që nuk ju pas ka marrë fare me vete këtë kohë dhe nuk ju kam treguar shumë gjëra.
ndoshta dhe për arsyen se nuk kam qenë edhe mirë me shëndet, domethënë ka pat një grip kështu të lehtë, siç e shihni ose siç e dëgjoni besoj nga zëri. Që isha në gjest shumë mirë, në drek pastaj nuk mu filloj që të bllokoheshin hundët edhe të filloj një kohë e lehtë pa pikën e lidhjes, nuk e di pse si qysh tek, por që ndodhi. Edhe pastaj ditën tjetër isha pak më e bllokuar, sot jam më mirë. Një gripi shumë i thjesht, besoj është edhe për ndryshimin e stinës, edhe nuk është se kisha temperaturë 37,4 vija, që deri diku mund ta quajmë edhe normale të trupit, por edhe të sikletit, kështu që kaloj me këto gjëra të vogla paçim, mos kemi të mdha asnjëherë. Dhe siç e keni parë, Oki preu flokët edhe unë gjithashtu. Unë i preva kaq, nuk e di se sa mund ta mbani mend sa i kisha, por besoj do ta shikoj thaja unë se iku kjo tani, që i prem flokët të dyja më në fund. Oki t'ja preva shumë. Plani ishte që ne t'i prisnim të dyja aq të shkurtër. Plani ishte fillim që t'i prisja unë, madje kush më ndjek në Instagram, kam postuar atje nëse t'i pres apo jo, për të marrë dhe mendimin tuaj, shumica në fakt ishin për jo. Por mua nuk e di, në një moment mu fiksua që do t'i pres dhe do t'i pres. Po pastaj thash, okay, nuk do shkojmë te parokëria, se plani ishte shkojmë te parokëria, se doja të bëja një video të bukur ne të dyja bashkë, unë edhe Oki. Dhe plani ishte që shkojmë te parokëria dhe t'i prisnim, por Okin do ta laja unë se do shkonte ditën tjetër në Kopësht, ta laja se ishte bërë për dollar. Edhe në momentin që po i krija flokët, asaj ishin gatruar aq shumë sepse kap gjithmonë bisht, kap bisht, dhe keni parasysh se si bëhet floku, nuk kapet bisht, sidomos aq çurer sa e ka Oki. Kështu që thash, okay, do ta presim tani, do ta presim se s'bën. Do t'i presësh, i thash Okit, po dua t'i pres. Oki kishte janë javë që më thoshte dua t'i pres, sepse më dëgjonte dhe mua në shtëpi që thoja dua t'i pres. Kështu që ja preva Okit, qava, edhe isha me dy mendje në fakt. Edhe njëherë po e them qava me të vërtet, sepse unë qenë gjithmonë sa i pres flokët fëmijëve dhe për çunat, por sidomos për Okin se kishte shumë të bukura në fakt, por është shumë e vogël për t'i mbajtur vetë. Unë nuk mund të rri gjatë gjithkohës të kap flokët asaj sepse i bëhen shumë rrëmuese, pak kaçurela, pak të gjata. Edhe kështu që thash do t'i presim, edhe në një moment që ti do t'jesh me rritur dhe do kujdesesh vetë, atëherë do t'i mbash prapë të gjata. Dhe për Oktivën është okay dhe shpëtuam se realisht i ka për 2 minuta ato flokët, lahen më shpejt, tahen më shpejt, çdo gjë tjetër, krihen më shpejt, se me thënë të drejtën doja t'ja prisa deri këtu, por e kemi parasysh kur lagen flokët, siç na i bënte parokëria, edhe kur i pret, pastaj sigurisht pak më lart, kështu që nuk është faji parokëres, në momentin që lagen flokët duken sikur janë më të gjata, pastaj kur thahen shkurtohen. Nar do ka filozof kjo është, por nuk e di mi ku dore. Gjithsesi ngjanin shumë bukur ashtu, edhe asaj i pëlqenin shumë, edhe thash stilohen më lehtë. Pastaj thash do pres edhe fëmijët, edhe çfarë bëra i preva edhe fëmijët. Edhe shihni sa lezetshëm që mi kam bërë, kurse dallohen fort mirë sepse i kam lënë pak kështu si me onde, por që duken shumë të shëndetshme. Unë nuk i kisha flokët të djegur, i kisha pakës të fat, por jo të djegur nga fundi, por ishin bërë kështu si fije sepse unë i preva me shkallëzim dhe nuk i pres më me shkallëzim. Floku kaçurel do me shkallëzim sepse sa më pak rëndohen edhe slohet më bukur dhe kaçurelat bëhen më të bukura, por unë nuk e dua më me shkallëzim sepse juve ju duket gjithmonë sikur unë kam shumë flok, por nuk kam shumë flok. Më thonë nuk kam flok mesatar. Nuk po them që kam të rrallë, por kam mesatar. Nuk e kam ashtu siç e mendoni ju. Do ishte mirë ta kisha ashtu siç e mendoni ju, por nuk e kam. Kështu që e preva, edhe kur momentin që preva këtë e kuptova që unë nuk isha absolutisht gati për të prerë flokët. Edhe kjo është shumë gjë e mirë. Pra, nëse doni dhe ju të shkurtoni flokët, fillojeni gradualisht dhe pastaj nëse ndjeni mirë, futjani. Unë doja ta bëja deri këtu unë kem patur, por doja ta bëja deri këtu, pak a shumë si Oki, domethënë. Por që ndrova mendje dhe kështu ndihem shumë mirë. Këtë tani u bëm prapë të larë, me thënë të drejtën, sepse sot është dita e dytë. Jo, sot është dita e tretë, sepse unë i laj flokët një herë në 3 ditë. Nuk është se janë keq, por domethënë ka rënë ai efekti i bukur i këtyre ondeve ose flokut të krehur. Kështu që po, jam ndihem shumë mirë, kështu dhe jam shumë e lumtur që nuk i preva më, sepse kështu ngjajnë goxha bukur, ngjan si një zënjush. Edhe po, thash, shqyr që nuk i preva më sepse do isha penduar shumë. Kështu. Dhe meqense jemi këtu, më kujtua tani që më keni pyetur, më pyesni ju shpesh nëpër komente,
edhe kemi diskutuar për këtë punën e se sa harxojmë në muaj dhe unë për të qenë korrekte 100% edhe për të parë edhe vetë se sa harxojmë, se duke qenë se ne paguajmë më tepër me karta dhe e keni parasysh nuk është se e dallon shumë mirë kur paguajmë me karta, se kur ke një buxhet fiks thua janë ku diun 500 euro, 800 euro, 1000 euro për të prishur për të ngrënë edhe nuk paguajmë me gjëra të tjera. Por ne njëri me kartën e tij, njëri me kartën e tij tjetrit, do të thënë ose me lekë kesh çka kishim në çantë, kështu gjërash, edhe nuk e dallonim dot asnjëherë dhe thamë Ivin, muaj ngusht do ta bëjmë, tani jemi shtator, po muaj ngusht do ta bëjmë me të gjitha, domethënë me përpikmëri. Dhe kështu bëm. Dhe kemi nxjerrë në total, domethënë dje pa u harxuar lekët e djeshme, domethënë pa u mbyllur gushti me një ditë që nuk e di se ç'a bleu Ivi, kështu nuk i shënova ato. Kanë qenë 2033 euro që janë harxuar vetëm për të ngrënë edhe për të dalë. Domethënë mund të themi se te këto 1000 euro mund të jenë daljet që bëjmë, edhe 1000 euro mund të jetë pjesa e ushqimit. Edhe po, është shumë. Unë e kisha llogaritur pjesën e ushqimit fakt deri 800-900, diçka e tillë, por harxojmë edhe më. Do thoni ju pse kaq shumë sepse ne mundohemi që të marrim të paktën pak cilësi. Nuk do themi që marrim më të mirat e mundshme, por mundohemi të marrim pak cilësi sepse nuk e di, po ndonjëherë ndihem shumë keq me këto ushqimet, ngjan sikur çdo gjë është me kimikate. Jo ngjan, ashtu është me të vërtetë dhe ndonjëherë përpiqemi të marrim më të mirën për fëmijët, të paktën aq sa mundemi. Edhe janë shumë realisht shumë shpenzime. Domethënë 2033 nuk e di se çfarë blem të tjera, po hajt po e fus aty te 2100, që 2100 euro harxojnë vetëm për të ngrënë edhe për të dalë. Domethënë sepse ne jemi dhe shumë, fëmijët duan 3 vakte, snack edhe ne vet, jo rroba, jo më thash, jo dalim e kështu gjërash. E kam futur edhe disa produkte që kemi bler në Amazon aty që kanë qenë diku tek 200 euro, i kam futur edhe ato. Nuk kam futur rrobat që kemi bler së fundmi, ato ishin diku tek 180 euro, por që pak a shumë le të themi këtu janë. Dhe hiq pastaj qeran, se qiraja është tjetër gjë dhe ne kemi goxha të lartë qiran këtu sepse ju e dini, u kam thënë edhe nuk është se dua të flasë këtu për qiran, edhe për këtë shifër që fola sepse ju më pyesni gjithmonë dhe për ta krijuar një ide se sa i duhet një familje me 5 anëtar. Mund të duhen ndonjëherë edhe më shumë, sepse mund të ndodhë që mund të kesh ditëlindje ose kur ti në raste, mund të ndodhi që të duhen edhe më pak, ka raste që del edhe më pak, por që realisht duhen shumë lekë, sidomos kur ke një familje me 5 anëtar, siç është rasti ynë. Tani, thash, hiq qiran, hiq pastaj telefonin që janë vete, internetin, ku di unë çfarë paguajmë ne të tjera që kemi. Dhe janë shumë shpenzime dhe prandaj ne punojmë kaq fort. Ivi bën 2 punë, Ivi bën punën që ka bërë një neve. Dhe ne punojmë shumë sepse duhen janë shumë shpenzime, por edhe planet që kemi pastaj për gjërat tona që duam, edhe që besoj e dini, jo shtëpia dhe gjërat, dhe kështu që mundohemi me të punojmë pafund. Dhe siç thash, unë kam YouTube-in, punën, bashkëpunime, çdo gjë tjetër që bëj, kështu që mundohemi, lodhemi dhe thash, janë shumë shpenzime. Do e bëj një përmbledhje kështu pak a shumë që se çfarë ka ndodhur këtë javë. Do më hapi makinën, po bie shi, po ikim me vrap të marrim puj ti, do marrim vllezërit e motor. Bleva këtë lulen tani te Edeka, shumë e bukur kjo. Do rritet, besoj do bëhet më e madhe dhe më e bukur, po është vërtet shumë e bukur. Ishim te Edeka dhe mora përsëri ushqime. Këtu kemi fakturën me ulje, mora 127 euro. Dhe janë gjëra kështu që marrim gjithmonë, të mira, të shëndetshme, ky është portofolim. Edhe po, marrëm këtë paketina, mora këtë çokoladë, do t'ja u tregoja këto disa të mira, ja nuk e keni ide, nëse i shihni te Edeka, vlen janë shumë të mira, gati 1 euro një nga këto, po janë, nuk e di, spektakolare. Edhe po, leva gjëra shumë mira. Kjo firma Al Natura mua më pëlqen shumë, e thënë të drejtën. Dhe që mora tjetër, qarova bostan, këto gjëra që marr pothuajse zakonisht, prandaj nuk është se po ju bëj një kështu hol. Mora dhe këto si kam provuar ndonjëherë, po supozohet të jenë të mira, pa gluten, edhe kështu, paka shumë të gjëra që marrim gjithmonë. Morëm gjithashtu këto sushit i mori Kaj për t'i provuar, janë të gatuara normalisht. Mora spinaq, ky është shumë i mirë. Unë marr gjithmonë këtë asnjëherë të madhin, se e kam, nuk e di, mua gjithmonë më prishet spinaqi që se marr shumë, dhe mora këtë lule shtylli të thara, që janë shumë të mira. Ne marrim gjithmonë atë versionin e vogël që është tek Rossmann, po ato janë shumë të shtrejta.
tu janë diku 100 gram dhe kjo bën diku 10 euro, po janë shumë të shijshme, nuk i keni iden, edhe fëmijët i hanë kështu siç janë, ose i hedhim kështu në kosë dhe kështu gjërash, po zakonisht kështu siç janë. Doja të merr edhe lule shtrydhe në fakt, por nuk mora. Auto. Diki qa është kjo, mami? Makina? Makina. Manina. Të ma japësh pultin? Ist das eine Pfandfrage oder? Pelti, kush e ka pultin? Immer zu freundlich, meine kleine Po ti po shtyp kot. Ma jep mami të po e shtyp kot. Den hat mein Abuela ausgeschrieben. Hajde. Wie die perfekte Guacamole. Isha duke ju treguar këto rrobat para se ti fus që ti laj. Ka marrë të gjitha këto online tek Lidl. Qiti, mere pultin, mami. Dhe janë të kësaj markës Lupi Lu. Nuk e di se sa i keni përdorur ju, po unë mbaj mend që kur ka marrë dhe fillim në Gjermani, i kam pas shumë qejf këto sepse kanë patur çmim, edhe kanë çmim të lirë dhe material shumë të mirë. Për shembull, kam akoma rroba që kanë rezistuar nga kjo Lupi Lu. Po, tani mora këto pijamat për dhe bleva këtë seti me pijama për Okin sepse fëmijët e mi nuk flen gjuhën pa pijama njerëz. Duan gjithmonë pijama, sidomos Kai nuk fle asnjëherë. Pastaj mora për Kain këto që nuk duken dhe shumë bukur këtu, por janë 3 bluza që janë nga këto bazike, të bardhë dhe zezë dhe gri, zezë bardhë dhe gri. Edhe janë shumë të mira, thash materiali këtyre reziston goxha. O zot, po flasun, po flet roboti, po flet televizori. Ja, tani roboti po bën pastrimin e vet, nejse. Uroj të më dëgjoni se s'ka marrë as mikrofonin. Dhe janë këto gjithashtu pijama për Kain që janë shumë të mira. Këto pastaj janë bluza kështu të përditshme. Jo, kjo është pjesë e pijamave, më falni. Edhe këto janë pijama. Ue, qa po bëhet këtu? Gjithë po bërtasim unë, po. Presa me korrent, roboti, po. Dhe këto gjithashtu janë, jo, Miki, jo, mami. Ma jep mami të pultin, do çoj muzikë? Gjithashtu dhe këto për Kain, bazike kështu në përditshmëri se Kai do 2-3, se një pik t'i bëhet pis do ta ndroj, plus për shkollë këto janë shumë të mira, këto një pal xhinse ose një pal tuta si këto që veshin fëmijët, po ashtu dhe këto për Kain, pëlqejnë shumë këto ngjyrat, shumë të bukura. Edhe ja mora kështu, këto kanë material pakës më të trashtë ato të tjerat, ose mund të them paka shumë njësoj. Pastaj këto i kam marrë për Oki, ndim të vogël, këto janë bluza, edhe pse Oki ka, po gjithsesi dhe Oki i duhen se i bën me njolla gjëra. Edhe këto pastaj ishte një set me pijama për Oki, jo, si ishin pijama, këto ishin kështu normale. Edhe këto pastaj bluzat për Okin, që këto kishin material jo si ato të bluzës Kait, këto janë si me pak push, kështu që të mbajnë ngrohtë. Këto pastaj pijama për Kain, se siç ju thash, Kai i preferon edhe më shumë dhe nëse luan gjatë gjithë kohës, domethënë luan gjatë gjithë kohës në shtëpi, edhe ka rastet që i gri, edhe kështu që ne ja hedhim edhe ka më tepër nevojë se sa Oki. Kështu që këto ishin pak a shumë gjëra që morëm tek Lidl, që janë shumë të mira siç thash dhe normalisht pra sa mund t'i veshin fëmijët. Kush do Tivia? Otia. Po, kush do Tia? Te Kita? Tita. Te Tita? Papi. Babi. Po Kai ku është Kai? Te shkolla? Tai. Ku është Kai? Te shkolla? O, Rajo? Edhe është lava mani? Nane. Manani? Ta hedhësh poshtë? Kjo është bërë pis. Pis. Ku i kam Miki dorën? Dola. O, zemla ime. Baba. Kush babi? Babi? Do Miki babi? Babi. Eti babi. Na, Miki. Që ka plerën i dhe fmive. Kjo i shkon fikë sokit. Shtrikës vogël. Vazhdojmë budalliqet që blen Ivi, ka porositur këtë makinën me telekomandë të Temu, që Miki do ta thyej pa bërë 24 orë. Kam tërbuar, kam shkërbuar të. Sot për drek do të bëj këto patatet e mbushura me kvark, që është si tip salcos, po kjo pse është grisur nejse.
Dhe i kam larë tani dhe për lë pak të thahen, do t'i fus në furr me 200 gradë për 20 minuta, pastaj do t'i nxjerr prap nga furra, por para se t'i fus do t'i bëj kështu me pirua komplet si me vrima. Pastaj është roboti që po pastron. Edhe pastaj do t'i nxjerr edhe do t'i fus, do t'i luaj pak kështu me gjalp ose me vaj, ulliri shumë pak, dhe pastaj do t'i fus përsëri në furrë dhe 20 minuta, më pas do t'i çaj këtu në mes edhe do t'i hedh atë përgatitjen që kam bërë, që do të bëj pak më vonë me atë varkun, që është si tip salckosi e trash, edhe me erza edhe kështu gjërash, pak fare gjalp edhe do t'i hedh edhe pak parmigiano brenda. Kështu po gjithsesi do ja tregoj edhe më vonë se si do t'i bëj pakës më vonë që kur të vi Ivi të jenë të ngrohtë. Në raundin e parë të pjekjes së bën, 25 minuta gati se unë bura pak mikën e gjumë. Tani këtu bëra vaj ulliri me krip edhe me pak rigon edhe do t'i lëj kështu sipër. Shpirt. Pastaj do t'i fus në furrë edhe për 20 minuta të tjera. Do të thënë luajeni nga të gjitha anët. Pastaj për 20 minuta të tjera ose 25 si dëshironi ju domethënë. Ose edhe 30, varet sa kërce i doni. Tani kjo do t'jetë përgatitja që do të bëj unë. Mund të merrni çdo lloj gjëje, mund ta bëni edhe me jogurt, por mua nuk pëlqen shumë, ose me atë skyr, si e ka skyr më duket e kas, duket mirë, por që është si kos shumë i trash. Edhe do bëj me këtë, dhe kjo është shumë e mirë, do të thënë pak a shumë përdoret këto lloj gjërash. Edhe do t'i hedh edhe pak kastravec, mund të përdorni shumë gjëra, mund të përdorni spinaq, qëroni ju domethënë. Ne kam qef këtë, do t'i hedh këtë qepën e njom, mund t'i kaloni edhe gjitha në blender, po unë nuk dua t'i kaloj në blender, do t'i bëj kështu, si i thonë, me copza më të mëdha. Këtë do t'a kaloj pak në grirse, se dua që kjo të jetë kështu e trashtë, duke qenë se do jetë pak pilota, jo edhe në grirë. Mund të hiqni ujin, besoj e din të tërë këtë me një pecet, pra ta kulloni këtë kastravecin, por shpirt. Në zëmë, unë doja lë dhe këtë është okej, se nuk ka shumë, të janë bio, në shumë të lezeq. Shpirt. Griva këto unë edhe këtë pjesën e bardhë të preshit, të qepës e griva po ashtu me këtë renden, ajtë sa munda do me thënë. Edhe kështu tani do t'i kaloj edhe këto të voglat aty, do t'i hedh pak krip, pak vaj ulliri, edhe nuk e di ndonjë njerëz tjetër, do t'i hedh as do t'i hedh, nuk jam fort e sigurt, edhe se këto vendosa t'i lë për 30 minuta. 30 minuta është më optimalja, edhe mund ta arrisni pa gradacionin, mund ta bëni 220 domethënë. Po i hedh edhe një nga këto bukot, nga këto të arlës, që janë shumë të shishme, është djathë, më thënë kjo janë djathi, edhe do i hedh edhe këtë, me qënë se e kisha, dhe normalisht kjo je pak më shumë shije, sepse kjo ka shije në kremit e djathit. Dhe ne do t'i filloj të trazoj që të jenë gati pastaj. Kemi kështu pak a shumë gati. Tani fus në furrë. Në qënë se furën e kam gati, do të fus këtë bukën që është shumë mirë, është kështu e zezë dhe me shumë fara, s'po e lë këtu se kjo është pak e lagur. Edhe do ta pjek këtë, nuk e di ta pjek në feta apo kështu, se ta pjek kështu. Dhe ndërkohë bëra edhe pak si kjo guacamole. Kjo është e preferuara jonë, me avokado, me që i thonë kastraveca, domate, si që shikni, erza, vaj ulliri, krip, edhe pak piper, ndërkohë mendoj t'i shtoj edhe pak qep, ato t'i shtoj në moment fundit se s'dua që të rrish shumë qepa këtu, se kam shumë qepa ashtu, ose të qep të thatë ose qep të njohë, nuk e di. E por do të luajmë atë bukën, përveç kësaj do të hedhim dhe pak krem djathi, edhe këtë sipër dhe disa feta domate. Do ju tregoj edhe këtë, ma kishte porosit Ivi në Amazon, lexon këtu duart e mia me ujë gjithmonë. Lexon këtu Amazon Basic. Edhe është një nga këta tripodët kështu, shumë lezetshëm ishte kënë fakt, goxha i fort, hapet shumë, siç e shihni këtu te kjo pjesa, hape këtu dhe bëhet i madh sa të duash, edhe këtë kokën ishte goxha të fort, edhe është ky pulti vet, që lidhet që ta nisësh direkt në atë moment që je. Ishte e bukur, shumë e mirë, shumë material i mirë, në fakt unë s'ja kërkova, por nga që po më prishe ai që kisha, edhe Ivi ma bëri si dhuratë, si surprizë, le të themi se nuk e dija fare kur erdhi ky fakt të çudita. Por që ishte shumë i mirë, mund të them që është shumë i mirë, sepse e ka shumë të fortë këtë pjesën e metalit që ka, nuk e ka kështu të lodhur që këputet.
Sa e bëra këtë bukuroshen, shihni sa mirë që ka dalë, sipër i kam hedhur, po vi këtu te drita, sipër i kam hedhur pak kështu si qep të njom për zbukurim. Por që dolën shumë mira patatet e pjekura kështu, edhe kjo gjëja sipër, edhe besoj kur ta provojmë shija do të jetë shumë e mirë normalisht. Kam hedhur pak parmexhano të grirë. Mami, të lutem mos bëj zhurmë. Edhe kështu bëhen këto, sepse unë isha duke folur me Ivin. Pra, ndahen në mes me thikë dhe pastaj gryhet pak kështu. Ka plot metoda, unë po ju tregoj këtë më thjeshtin që bëj unë. Dhe pastaj merr atë mbushjen që mora unë, që bëra unë, domethënë. Këtë mbushjen që bën vet edhe e hedhim. Por paraprakisht nëse dëshironi, po i hedh edhe unë pak. Mund t'i hidhni pak zgjalp. Pra mund t'i hidhni kështu pak zgjalp që të bëhet si e butë. Ok, po lëviz pak dorën unë sepse e kam këtu. Edhe pastaj fusni mbushjen, çfarë dëshironi ju këtë mbushjen. Mund ta bëni siç tash çfarë dëshironi, po kjo është pak a shumë mënyra ime. Bëhet më e bukur kjo, po unë jam me një dorë. Edhe pastaj mund t'i hidhni çfarë doni sipër, edhe pak parmigiano sipër të grirë. Gjithashtu këto bëra dhe ato bukët që ju tregova ju, me të guacamolen, me pak salatën e lash kështu nuk e griva dhe tomate, dhe pak poshtë e kam blerë me këtë bukon që është me erza, shumë e lezetshme. Si e ka kamë? Përshëndetje nga një tjetër ditë. Sot jemi në ditën më të rëndësishme të këtij muaji, fillimin e shkollës time. Pra ju e dini që do të vazhdoj universitetin për 6 muaj për një program plotësues në mënyrë që të marr një tjetër diplomë. Ju kam folur për këtë normalisht, ju kam treguar gjëre gjatë në atë momentin që u thash që do të që kisha një sekret, që u kisha mbajtur një sekret. Edhe kështu sot është dita e parë, jam sot, nesër dhe pas nesër në shkollë. Edhe po, jam pak e entuziazmuar. Emocionin shumë nuk është se kam, por pak entuziazëm këtu, normalisht është diçka e re dhe e bukur, edhe që unë e kam dashur shumë normalisht. Kështu që unë po iki, fëmijët janë në shtëpi me Kajin, me Ivin, fare kisha mendje te Kaj. Sot morim mësuesja e Kajit në fakt, sepse ato marrin paraprakisht për 2 javët e para të shkollës, se si kanë shkuar, si është gjendur fëmija etj. Më tha shumë fjalë të mira për Kalvin, më tha shumë gjëra të bukura, më tha gjëra që dhe unë i dija, më tha dhe për pjesën e zhvillimit të Kajit, më tha që është fëmijë shumë inteligjent, edhe ndonjëherë tha mendoj se është edhe më inteligjent. Dhe çdo njeri që e takon Kajin, Kaj është një fëmijë shumë, nuk di si t'ju them, ka etje për të mësuar, edhe gjatë gjithë kohës interesohet shumë për çdo lloj gjëje, si funksionon çdo lloj gjëje. Edhe ka shumë informacion, mban shumë mend, edhe ka një zhvillim, le të themi, shumë të mirë. Nuk do flas shumë gjëre gjatë këtu, se ngjan sikur jam duke u mburur, ose jam duke, se çdo prind normalisht thotë që fëmia i vet është shumë i mirë, por që nuk është ky qëllimi që po e them këtë. Unë si prind dua të jem realiste, unë ndjeva shumë krenare që ajo më tha këtë, sepse në ditën e sotme nuk të thot njëri fjalët e mira me kollaj, edhe sidomos kur jeni në një vend të huaj dhe je i huaj. Por që po ajo mësuesja është shumë dashamirëse, edhe plus e ka shumë qejf Kalvin si fëmijë, sepse Kalvin është shumë i dashur në fakt, edhe i bën të gjithë njerëzit që takon i bën për vete, sepse shumë i chillter si fëmijë. Por erdha këtu tani, do shkoj të futem tek salla. Oki, qa ke vesh? Shi dhe Miki, që e vletit mija. Fëstan, ka marrë dhe një çantë full me gjëra, si qa ka të brënda. Po je. Mirë mëgjes nga ne që kemi dalë. Mirë mëgjes shpirt, kemi dalë për të blerë disa gjëra, u fluk të vipsen për kështu, edhe për të bërë pazar.
Po hedhim disa rroba të vjetra që nuk i duam, nuk na bëjnë më, edhe shishet, se është dhe kjo gjë e shisheve këtu, s'po e kap dotën. Kështu, ne ishim tek reve tani që blem disa gjëra, edhe tani po ikim në shtëpi. Unë jam prap në shkollë sot. Nuk e di do ikim me makina apo me tren përsëri, nuk e di se cila është më komode. Do e mendoj, sepse dhe treni më lë direkt atje, por tu pa tu bë. Kam edhe një orë kohë, do bëj pak drekën me vrap që të hanë fëmijët, edhe pastaj do ik. Përshëndetje nga unë Beti, jo më Beti, që po ikin u bëra me vrap aty gati, edhe distis jam kështu, deri në momentin e fundit që jam në shtëpi, duhet bëj në një gjë, në një lavatrice, në një ushqim për fëmijët, roba gati. I sot do t'i çonte në një kënd lojrash, sepse e kishin parë dje tek waterfronti në Bremen, edhe ishte hapur i ri, nuk e kishin parë ndonjëherë, nuk e dinim që ekzistonte. Kështu që ishte hapur dje në fakt. Kështu që ishte super i ri. Edhe do t'i çonte atje. Po merret fryma mua, më bëni halal. Kam dhe këtë gjë këtu, çantën. Kam marrë vetëm gjërat që mendoj unë se mund të më duhen sot. Edhe ndërtoj edhe laptopin që ta kem kur bëjmë një gjë online. Aty edhe kështu. Nuk ju fola pak dje për ditën e parë. Dita e parë shkoi shumë mirë. Dita e parë ishte më tepër prezantim, sa të njiheshim me njëri tjetrin, sa të njihnim ne ata profesorët aty dhe siç kanë këta që organizojnë këto lojrat e bukura, kështu që të njihemi edhe mos të bëhet e bezdishme që vetëm flasin njerëzit për veten e vet. Kështu që u bë shumë këndshëm dje. U kënaqëm, kaluam shumë mirë. Sot jam përsëri dhe 6 orë, se i bie 5 orë të tjera, që sot kemi direkt këto modulet e para, kështu që sot nuk ka njohje, sot ka direkt mësim. Edhe nesër prap mësim, dhe pastaj kemi mësim online për të ardhur dita pastaj që të shkojmë. Ishte shumë mirë, paka shumë njerëz atje që ishin në njihja, sepse kemi bërë dhe takime të tjera, morëm dosje ndje, morëm të gjitha gjërat që na duheshin, informacionet e nevojshme, mësuam se si të futeshim dhe të përdornim programin online që do të bëjmë këto zoomet, ku kemi detyrat atje, ku kemi teste gjëra. Kështu që ishte okay, ishte shumë mirë. Atje, kjo që shpjegonte këtë, ishte një zysh italiane, që shumë e mirë. Unë në fakt e pyeta vetë kur ishte me një moment pauze, që ose ishte italiane, sepse e para njerë dallohej nga mënyra të folurit, se nuk është e fliste 100% gjermanishte, po përveç asaj kishte atë mënyrën e bukur siç e kanë italianët, edhe lviste gjithkohës duart e dallohej, po që ishte shumë e mirë. Edhe u kënaqëm, folëm pak italisht. Ajo, unë kam një respekt shumë veçantë për italianët, janë shumë njerëz mirë të qeshur solar, kështu që po kënaqem me atë dje, po nuk ndenjë shumë ajo. Ishte shumë robi mirë. Edhe besoj do vi prapë, se kemi nevojë për këtë programin që përdor. Kështu i ka tani se do kap trenin, edhe sot i ka me tren, sepse makina e madhe i duhej i vit me fëmijët, kështu që më mirë ata se janë 4 se unë. Dann muss wie Polen. Sa po dola nga shkolla tani, sa ditë e bukur sot për të kaluar aty brenda me gjitha ato informacione. Sot kishte shumë ngarkesë të jashtëzakonshme, me thënë drejtën. Shumë procedura ligjore, informacione që kanë të bëjnë me ligjet, më thera të thasha që i urren çdo njeri në gjuhën e vet, edhe jo më pastaj në gjermanisht, por që kanë këta 500 ligje e rregulla e më thera të thashëra. Kështu që po, tani do ikë të takoj velopuçat e mi, me zi më pres të trurim, duke shpërthyer njerëz, duke shpërthyer. Mirë mëngjes! Dhe mirë se në një tjetër ditë, se do të ja vlog në kanalin tim, por jo në një tjetër ditë. Sot është dita e fundit për këtë muaj për shkollën, edhe si që qini po i me makinë, sepse kam parë se ku mund parkoj aty. Edhe kështu, pak jam pak e lodhur, sepse u bën gjithë këto ditë shkollë shumë intense, çdo gjë shumë intense, por që është okay, është bukur. Thashë mua më pëlqen ajo që jam duke bërë, edhe po e bëj me shumë dëshirë, me shumë pasion, siç bëj unë zakonisht gjërat, edhe kështu. Tani
Do të shkolla, i kam jo 5 orë 6 orë, dhe pastaj do vi në shtëpi, uroj të bëjmë ndonjë gjë sepse sot mbaroj më herët, sepse jam nisur dhe më herët. Edhe uroj që të mbaroj më herët, të bëjmë ndonjë gjë të bukur nga pasditja. Kështu nuk e di se çfarë doja t'ju thoja, unë një diçka të rëndësishme që i kisha ruajtur këto ditë, po memoria ime peshkut që halloj nga sot nesër. Nuk e di, uroj të më kujtohet pastaj që t'ja u tregoj. Në shtëpi tani tek vendi më i sigurt në botë.